që ata nuk të falin për sojin e tyre, ndërsa ne sojin ton nuk i dalim për Zot. Shumë herë kam dëgjuar këtë. Po e dini çfarë ndryshimi është ky? Ndryshimi midis mos daljes së sojit tënd për Zot, duke mos u bërë ti drejtësia, dhe daljes së sojit tënd për Zot, duke qenë ti vetgjyqësia, është ndryshimi midis Europës dhe mesjetës. Është ndryshimi midis sensit përgjegjësisë për çfarë duam t'i lëmë mbas fëmijëve tanë dhe sensit të papërgjegjshmërisë për çfarë e ka lënë Shqipërinë për kaq dekada e kaq shekuj një vend ku s'ka të ardhme për fëmijët e saj. Dhe më besoni që nuk ka qeveri, nuk ka forcë politike që hyn në histori se ndërtoi rrugë. Nuk ka. Gjithë ndërtojnë rrugë. Ca ndërtojnë më shumë, ca ndërtojnë më pak. Një forcë politike hyn në histori për sa ka kapacitet të ndërtoj shtet dhe ta bëj shtetin të funksionojë. Mirë po, kujdes këtu, sepse kapaciteti për ndërtuar shtet në kushtet tona është kapaciteti për të lënë lëkurën tonë në duart e tjerëve. Dhe ajo që ka nisur me Fatosnanon, si zëdhënës i sensit të arsyes demokratike, kundër vetgjyqësisë, është filli që pastaj ka vazhduar duke u zgjatur fillimisht me shumë vështirësi, pastaj dal nga dal më shpejt i reformës në drejtësi dhe i përpjekjes për ta bërë drejtësinë të pavarur dhe i dhënies pavarësi të drejtësisë dhe edhe i faktit që sot ne jemi këtu në 35 vjetorin e Partisë Socialiste të Tiranës. Dhe sot ne, pikërisht se nuk jemi as ata të tjerët, dhe pikërisht se nuk jemi si asnjë nga të tjerët, nuk jemi duke kërkuar lirim për të burgosurin politik Erion Veliaj, sepse kjo nuk është çështja jonë, sepse në Shqipëri nuk ka të burgosur politik, dhe sepse sa do e dhimbshme të jetë mungesa e tij, sa do e padrejtë të na duket ne, ne pikërisht pse jemi këtu për të bërë histori dhe për t'i lënë fëmijëve tanë një Shqipëri tjetër, kemi vetëm një detyrë jashtëzakonisht vështirë, detyrën që Fatosnano e kreu më së miri, duke jo vetëm përballuar burgun dhe duke dalë me dorën e shtrirë ndaj burgosit ti, por dhe duke përballuar poshtrime tjera, por pa lëshuar asnjëherë, pa i hapur asnjëherë portat detit të socialistëve për ta përmbytur Shqipërinë nga e para, por duke krijuar kushtet që